Kur kemi mrin në Kosovë, fjala e para kosa kime najt. Me atë fjalën na u ka prish pushimi. Si na vishe kemi llogaritë si kemi edhe 2 javë ditë, edhe mas 2 javë ditë dashta 5 me shurë letat, me mbyll dyert, edhe me shku në Gërbet për 19 muaj prap me vazhdu punën me kletë, domo çat shishi jeta 2 javë. S'dini as ku më shku as çfarë më bë. Gërbetin e kemi marrë pe zorit. Thimin në Kosovë kemi bë pe çefit. Por vesh ato lakmëshin ton. Jo kerri, jo ki më shumë parë, jo edhe ishin mosh. Ti situata mas lutje shumë e keqe. Edhe kisha qef një mund gjithkuj. Kur u bon do vjet mos jo marr me kërkon, edhe kush më ka vjet çush po kaloni kum thot keq. Jo pse ish Zvicra keq, se nuk është e vërtet. Zvicra vendi për mua vendi më i mirë në botë, mirë po nuk ish vendi jam. E këto që nuk ja kom bë kujt ta mirë, që marr mua me kërkon, pse det rrin gjithkush në Kosovë, kështu që më mirë sa ka shkruar Zoti me ku nga të nonse, nga të babse, nga të kujshise, nga shtëpisë tonë mos pari. Kur e mesha rrugën pikë Gërbetit marr për Kosovë, domethënë ish i fajin ndjeni si më shumë fluturëshim në asaj aeroplani. 5-6 vjet do është për me punu punë çka ushtarit. Çka kum gjet punë 2-3 puna i komojt, deri nisë ushtari par stabiliteti si me kon i zoti veti. Kemi ardhur në Isniq të Deçanit, në Isniqin e kullave e të traditës, vendin ku brez pas brezi janë ruajtur traditat më të bukura të kësaj ane. Personazhi i sotëm është sinonim i ruajtjes së traditave, i sakrificës për liri e i shumë gjanave të mira çdo herë në shërbim të atë. Jo jemi tek familja, tek shtëpia e Fehmi Dervishajt, një prej mërgjimtarëve të kësaj ane që mërgjimtar tash veç emri i ka mbetë se shumicën e kohës Fehmiu e ka lënë në Kosovë. Përshëndetje Fehmi. Përshëndetje, mirë se erdh. Çdo herë kënaqësi me taku. Mirë se jeni ardhur. Çfarë po kalon Isniq? Mirë. E thash në hymje që veç emrit ka mbetë mërgjimtar, se thash e dim që shumicën e kohës jetë e kalu në Kosovë. Po shumë e vërtetë sipas mediave edhe juve personalisht edhe shumë gazetarëve tjerë domethënë veç u zbulu kjo që tash kemi marrë vesh Kosovën. Pse? Pa i vet, fjala e fundit, fjala Kosovë tep me kuptu që nuk ka më të bukur në botë. Kur e marrim rrugën, kur e mesha rrugën pikë Gërbetit marr për Kosovë, domethënë ish i fajin ndjeni si më shumë fluturëshim në asaj aeroplani. E kështu që tash e pam se është gabuar e tepërt edhe tham po rrim krejt. Po zhvendosen. E di që në Gërbet ke kalu një pjesë të konsiderueshme të jetës. Çish është kjo ndrrimi në jetë prej Kosovës fillimisht më u zhvendos atje e tash prej atje me u zhvendos fajse tërësisht në Kosovë. Sa shumë ndikon kjo në jetën tënde? Zhvendosja në atë kohë ka qenë mjezore. Domethënë kur kemi lëshu Kosovën, kemi qenë edhe të plagosur në trehun në besa shumë të vrame. Nuk e kemi lëshu absolut pi qefit, nuk kemi shku në Gërbet për një jetë më të mirë. Domethënë jemi shku në Gërbet edhe jemi dalë pi Kosovë se na kanë ndjek agresori që kemi pas edhe ai mbetet agresor. Kështu që nuk u kon diçka më thon si jam shku me gzim. Po. Edhe kemi jetuar atje në Zvicër, kemi gjetë një vend të mirë. Domethënë na ka jap mundësi për me ardh këtu ku jemi. Mirë po gjithmonë ondra edhe ka qenë në njëllë në shpijet si mu këthy në Kosovë. Edhe ka dosh Zoti ma mundësoj për më arë këtu me kalu tash pjesën e që ka mbetë, që ka shkrujlu me Zot me jetu në Kosovë. Qështu i kalon ditë? Ditë i kaloj mirë se në katun njëri ka aktivitetet ndryshme. Bile unë i nxjerr punë vetit, kam shumë çka me pas, çka me punu, me nxjerr më bëhe mëngjesi edhe me dal te dhate, te pulat, te çate. Domethënë ka aktivitetet pa fund. Pikërisht që kjo më besoj që dallon për shumë mërgjimtarëve kur të vinë në Kosovë, se i na mësuar mërgjimtarët zakonisht kur të vinë rrin, pushojnë, shfrytëzojnë atë kohën e pushimit me pushu. E di që ti nuk pushon. Pak më i gjallë se sa të tjerë. Pushim kemi kudesim pushojmë boll. Njëri sa është i gjallë dhe mund me lëviz, duhet me punu, duhet me sakrifiku shumë se kjo tokë hala kem gjakin e njom, në për tokë edhe nonat janë hala gjallë që i ka nep fëmijët e vet, edhe nuk ju ka dhimt. Neve nuk do të më na udhim sneta edhe ditë me punu, pa u nal, kur mos më nal për me i kallëzu edhe tjerëve si Kosova ka me lullzu. Kosova ka vend të mirë edhe perspektiva të mira për rini që duhet me punu këtu edhe i kisha lut gjithë. Që nuk ka diçka pe Gërbetit me thonë se po kam jetë më të mirë, mundesh me pas nashta një cent më shumë, po jetën e ki barzi me zero. Jeta s'është më e mirë. S'është më e mirë.
Po ndoshta e mira është kjo që edhe ata që kanë shku, që kanë pas fatin një sikur ti me përjetu gurbetin, me mësu prej atje, me marr përvoja prej atje, mandej ato me i shfrytzu këtu në Kosovë. Është shumë e vërtet se shumë sene i kam mësu në Zvicër. Domethënë çish punohet, çish duhet me rujt tollat edhe ku me investue me qëllime të caktuar që ato tolla me rreth fishu ose me më shumë. Kështu që është e mirë me mësu kudo që shkosh shkërbet, jo vetëm në Zvicër, po kudo që shkosh shkërbet është mirë me mësu. E mësimi është mas pare e merr pi prindit, e merr pi katumit, e merr pi Kosovës, tash i duhet atje me përvesu, edhe më kthy këtu me i thon rinisi, hadi bashkë punojmë. Prej çfarë që ka vështirë në varr, prej shohim të gjipa goxha të mirë, po na kallzon që edhe në Vjeshk goxha i shpesht. Po jemi përgatitur për Vjeshk, kemi bujtimin atje, edhe jemi shumë të lumtur se kemi promovuar dhe turizmin në Kosovë. Punojmë shumë, ka turista shumë, sikur të hujtë edhe të Kosovës, edhe jemi të lumtur, domethënë jashtë masës si në këtë vend mund me jetu mirë. Sigurisht. Ka edhe këto mirë. Ka shumë mirë. Ka shumë mirë. Se unë kafe në mëngjes për shembull atje kam pije ose me shoqen, e me fëmijë ose vetëm, se gjithë shkojnë në punë, kështu që këtu kafe në mëngjes mund të pi me kujshi, me axhallar, me ato që do zemra e kije gjithmonë afër. Shumë mirë se sa atje. Tërmeti gërbeçarëve është më i madh kur vin pushim, po fundit është ajo dita kur ne u dashkëm një alçure leta shtëpiave edhe me ik me mbyll. Kështu që tash nuk po i mbyllim, tash i kemi dy çel si për juve si për krejt dashamirë. Sa vështirë kanë që pikërisht që ky moment, nëse pak e folin kur e mbyll derën edhe e din që për të paktën disa muaj më nuk i më kanë ato që ti e çon shtëpi realisht. Me çet realitet hidhur jemi përballë që ditën e parë. Kur kemi rrinë në Kosovë, fjala e parë ku sa kimë najt. Po. Me atë fjalën na u ka prish pushimi. Si na vishë kemi llogarit se kemi edhe 2 javë ditë. Edhe mas 2 javë ditë dashta 5 shurë letat, me mbyll dyert, me nal rrymen, me nal lojt edhe me bodo se në që kanë mujt me dëmtuar shtëpinë. Edhe me shku në gërbet për 19 muaj prap me vazhdu punën atje, domo çat shishi jeta 2 javë. 19 muaj për një muaj ditë s'dini as ku më shku as çfarë më bëu. S'din kam me çky që thotë vogël. Jo. Kështu që tash ti në Vjeshk i kaloj 8 muaj 9 muaj. Gjatë dimnit këtu kam aktivitete lloj-llojshme edhe më kënaq. Çfarë aktivitete ke ti? Këtu i kam pula, kam qen, kam dhan, që të shka zhjerën për Vjeshke gjatë sezonës dimnit edhe i kemi këtu poshtë. A shkojmë me këshirë? Mundë me shku. Hajde shkojmë me këshirë. Hi, Luis. Hi. Hi, bud. Hi. Luis. Po ta kujtoj një rinim. Po. Kohën kur i keni pas ndoshta si bërim kryesor. Kafsh në përgjithësi, jo veçdelet. Nis në fshat ton ka pas shumë blegtëri. Po. Fati keq që Gërbeti pushtoi Kosovën, edhe metën bjeshtuja si shkret, metën keq, edhe kështu që tash kemi kthy pak asaj të moshme si me shiju ato që s'ke mujt me shiju në rini, tash mi pas këtu edhe më knaq. Tash sigurisht t'japin nështë edhe shumë knaqësi se sa atëherë. Me japin energji pozitive shaq shumë sa që nata më duket e gatë. Nata më duket shumë gatë për më qu mëngjes me shku mi uqit me hongër, mi pa tash si vinë edhe kingjat e vëgjele, një vetëm oshtue, edhe kështu që është një djenje mirë. Sa të sovë janë? Për momentin janë 18, edhe mendoj me i shtu, mendoj për me pas tash se ka është edhe si një farë kure për i deleu, që në Vjeshk atje, gjatë sezoneve pranë verë vjesht, njerëzit vinë edhe këtu janë në katin e parë, nëse njerëzit edhe pacienta me i qujt, vinë edhe flajnë në katin e dytë, puna e leshi i deleve lëshon një aromë, edhe ajo i ndikon shumë mirë për asma, për smundjet të ndryshme, për imunitet njerit është shumë e mirë. Dhe kështu që ka shumë rezervime për atë farë pjese. Në gjatë ditës del në Shkodol atje nalt, me rajer të postër së dush, edhe në bromi mandej në mbi realisht.
mbi dele edhe e merr edhe këtë ajër arom, çka do të qoftë ajo që lëshojnë dele. Kjo lëshon edhe gjatë natës edhe me typen për zdyti. Edhe ato ato lula edhe ato me bim medicinës që i kanë hongër gjatë ditë, ato i përpunojnë edhe një herë, domethënë këtë ajo aromë shkretet shpërndahet në atë para objekti ku e kemi. Kjo po na kallzon diçka tjetër, themi që për çka i na kon realisht janë kon shumë atë shnetshëm më herët. Qoftë gjyshërit tonë, qoftë ata më herët, që kanë jetu ofër me kafshë. Naj më e mandej 115 vjetë që kanë jetuar, domethënë pas një doktor, me mjete me shërime popullore. Kështu që nuk është që nuk ka të pa vërteta, po normal që na vynë edhe mjekët edhe pa konsultimin e mjekëve nuk bën kurrë. Ja, absolutisht e kuptueshme. Shqyrë zotit që i kena tash mundësitë shumë të mira. Përveç deleve, the që keni edhe pula, apo? Po, në pjesën e ndërsh që ku i kam pulat, kam atë mjetin e borës ku mund të më shputatimin. Me ngjit nalta. Me ngjit në pishk. A keni me shtu halama shumë? Shumë kisha shtu. Problemi është mangësia te punëtorët. Po. Ke problem përgjithësi? Po, nuk gjon mirë punëtorë se unë kisha buti 300 tropa tele se janë të mira, janë të bekume. Kështu edhe populli shpesh herë kena një të thonë këtë fjalë. Është e vërtetë se janë veti ka falë Zotit bardha, janë bekume, nuk bojnë dome, nuk bojnë sherre, që rrekullosin. Çumshti tyne është klasa e parë. Kështu që i maj këtu edhe për çefit i kanë bërë edhe u gest janë ty rrit. Ku kështë janë shaje më shmekte në herit, ku i kanë nuk u monte dhe i ka prit dele, është një farë krenarie për çobanin. Është sa më mirë për katon duhet me pas të sen. Çka thojnë rrethi kur e dinë që femila ka pas një jetë goxha të mirë, një jetë rregulluar edhe nuk ka pas nevojë, po them kështu kushtimisht, më thojnë za me pas do dele, do pula. Që shkon reagimi tyne kur e kanë kuptuar këtë mënyrë të jetës tonë tash? Ka pas lloj-lloj reagimesh, pe edhe pe shokëve, pe miqve, pe dashamirëve, po mirë ata që më kanë njohur më mirë e kanë ditë se unë s'po shoj kur. Po. Domthonë punën e kam dashnin më të madhen. Edhe familja është mbështetja familjes, domethënë shtin për mu bë ti ky që je. Luksuzi nuk besoj që mo është interesante. Për mua ose për dikot tjetër nuk ka luksuz që është interesant se tash kanë bërë gjithë pasuni. Mirë, po tash omete populli për Kosovë, besa edhe në Shqipëni, blegëtoria e jeta e thjesht besoj që ka me konë gjithmonë më e mira. Sipas ngarkesave që kemi gjatë ton ditës, ton vitit. Edhe unë dal për shembull me dele kur se më bën nervoz, e kam një jetë lumtur, më të lumtur typën e lypi. Po shpresoj që kemi pas jetë gjatë edhe me vazhdu me këtë lumturi. E shpresoj bashkë. Kur e thash në fillim, jena një snitch të kullave, traditave, po ta fjallën pikërisht për qëta. Ku që erdhi ideja fillimisht me ndërtu një udhë të tillë? Ideja është se prindët e mi, plaki me tipo shpirti e ka pas udhën e burrave. Edhe kur viju në pej Zvicre edhe ulna me plakin e bëj diskutoj, thëmë doj me prish shtëpinë, me bëj një tret. Edhe nuk pranoj. Pa ja dho besën që ko me bo dhe një udhë tjetër. Edhe mi marrë udhën e ti që ka pas, po nuk besoj ke. Shkoj do kohë, u smu plaki edhe mu ka dash për një mujt dit me ndërtu edhe me punu, kështu që është, vetëm ja plëcu dëshirën se të që si po ndron një jetë edhe jetë fjalla peng. Kështu që ushnosh, e shfrytëzoj o knaqen të, kështu që edhe na knaqem edhe kem. Kjo odra e burrave është tradit në Dugazhin. Është këtu në këto odra janë pajtu gjaqe, janë kry punë të më thonë të mëdhaja, pejsa boletinit edhe për parën, mirë po janë majtë konsulta edhe shtetnore, edhe kur kanë marrë vendimet janë kry, nuk ka pas mu me diskutu për mrapan. Isniqi edhe komune Deçanit njihet për këto odrat të burrave. Faleminderit për shumë fshatarëve, deçanazve si e rrujnë këtë tradit, edhe unë me ta, edhe i majmë odat, i majmë derën e ka hapur për mikin, gjithmonë dera e odës burra nuk mbyllet kur. Dera e hapur. Po. Të është që shfrytëzon pikërisht traditën. Po. Sa shpesh e shfrytëzoni tash?
Kjo unë për veti e shfrytëzoj shpesh, se kam dashamirë, Po. edhe kanë dëshirë, ma dëshirë kanë marrë në notë burra se sa me shku në shpejt dikun ma luksus, po këtu si burrat janë ma shlirë, folin ma shlirë, lujim, knojim, sharkia, qëtëlia, e bëjmë tamam atë farë jetën e lirë, nuk e pengojmë robt, Po. atje edhe na jemi ma të shete, ma të lirë. Kështu që edhe fëmija rriten pak ma me tradita, me fjallë burrave, rriten ndryshe, jo gjithmonë me... O da doshte ta imponon me një qëndrim pak ma burnor, do me thonë, nuk mund është me najtë bash që shrin asin kafe, që thojmë. E ka ato që më thu, mu rrit me traditë, do me ta mishëron traditën prej fillimit. Kjo është sikur policia. Një krahazim i këtë ndryshe se kur është pa uniform, është këtë njëri qetë. Po kur është në uniform, është njëri stabil. Oda burrave, kush do që hinë në këtë notë burrave, në çdo otë burrave, hinë pak si ma hajgaregjie sa kur hinë, nëso burrave ka regla. I ka të preme, do më nuk janë shkrume, po janë se janë si i kemi njëtë brez mas brezi, si ti nuk guxo me gabu, edhe me gabu njerëzit rreth të të bëjnë me remet, në thojmë katon, të këfjellin. Qash forsa që ti edhe vetë kushesh pse folë ose pse bën atë gabim. Edhe qesin në të rëzi, po kush i turpnum nuk ndodh me dalë pjotës burrave. Se janë qas i gjensh, qash është rejti, këtu buhet në balë të gjakit, i presin, në mes janë ku burrat që i kanë prit fjallët, i kanë meremetu, në fund janë gona hizmet qartë, kemë po hizmet e kafe, muhabete, sa në që me ullë s'kem guxu kur edhe me fol hiq. Hierarki. Me respektu rregullën. Femi, oda gjithar, o kona ai vendi i llofave të mira edhe i rujtjes të plot gjonave, plot historive që populli jon fatkeqësisht s'ka mujt me rujt në mënyrë të shkruar që i kanë tjerë. Masi që jemi në dhe këtu llofi shkon hala më mirë se jashtë. Po du me të kthy pak në kohën kur ti vendose me marrë rrugën e gurbetit, të realisht edhe pak para asoj kohë. Unë thash në fillim që ke qenë pjesëmarrës edhe në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa vështirë ke fillimisht me marrë pjesë në luftë, me luftu, e mandej kur mbaroi gjithçka dhe kur veç liria ke qiti dritën e saj me u largu prej Kosovës. Unë luftën e kem përjetu në këtu, edhe bile në këtë shpinë ku e kom tashti, tren o kone vjetra, edhe pe këtu të ko fronti. Bile mundëm edhe me marrë me filmu, e është vendi ku kem pas koridoret, që kem pa thy muret, janë hala, aktive, si kom hek vetë, edhe i kemi lonë për më të regut me ive se nuk o konë krejt hajgare, dhe me thonë këtu janë dek njerës, në që pleva që për para kem pasur dëshmorë. Ne na ka imponu më largu pe këti vendi, se nuk kishim mo ku me najtë, se agresori u turbu, si mas 3-4 luftave dhe luftën e fundit është në Kosovë e patat punë, që dhe kemi të regu vetën sa është Gjak Pirs, edhe çka dirë me bu keq. Mirë po, falë djemëve tanë, falë UÇK-s, falë trimave, që Kosova rritë gjithmonë, nuk mujten me bo sikur në Bosnje, në vende tjera, këtu ju dul pak ma fort, edhe jemi sot ku jemi. Gurbetin e kemi marrë pe Zorit, thash edhe ma herët, e kemi marrë pe Zorit, kthimin në Kosovë kemi bo pe qefit. Se tash ti folim shlirë, folim shqip, dalim enëm ka të kem qef, rrim në odat burrave, kënojmë, nuk ka kush më tut pi dikujna, jetë ma të mirë nuk besoj që ka ku në botë. Pak vend me ka si shumë konë, mirë po nuk ka mujt me zgjet një vend qashtë të ngrasë si Kosova. Kur shkove në Gurbet, në Zvicër realisht, atë ka prit dikush atje, apo e shku krejt i vetëm? Kur jem shku në Gurbet, s'm ka prit kërkosh. Bile, kur dikun shumë vende dashke mësë asë mësë nuk leshin më shku, se theshin për na për cilën, se për na vina cilantat e na nxerrin të laushe, na nuk deshin, na s'keshin vallaj as para për kafe. Mirë po deshti i Zoti, sa i Zoti ku do me të qelë, dyrë të qelë. Edhe një njëri se si hin hak kur kujna, vetë Zoti e mundon, po pa që i dritë nuk peleke. Edhe ma dha fatin, se kishin pa vetë një plak këtu, thot, kush ka bo kasht malë, kasht ngritun, e di edhe në emën, po, thot, gruja.
Ata tonë mesin e so burrave, një ne këthojnë qyshe që sa me tek të mas pojtë bën familja. Ngrit, të shqit ngrit Mohalla, të shqit ngrit Katuni edhe kajtë Kosova. Kështu që çdo ato që është punëtor, çdo atë njeri si është i dym për shtëpitë robit edhe për këtë vend e ngritje mas pojtë familja, mbështesin në undra që ai ki, edhe arrit edhe jam këtu sot ku jam. Sa vështirë ke me nis një jetë këtë re? E sidomos për një djalë të ri që e ke shpërjetu luftën edhe në aspektin psikologjik koxha të lashe, me nis diçka kritëre në një vend kritëri. Dë vërtet, kur jam shku pe luftën në Zvicër, unë kujtesha se edhe atje vrasin gjënë ishim tërbum. Me një fjallë ishim dalën pe Terezi se kemi pas kenat këshia. Të rujt ku më da dalin, po? Po, edhe kur shkoj atje gjithë kush i këshur kërë punë të veta, unë vetë për vete nuk e nisha vetën, dyshush të isha ka bohet, pse këta gjë nuk janë sikur të na. Se na ishim su 5 fëmijë, me na maltretu, me na rre, me na nalë për shkolle, mes me na lo me kënu. Ne kishim nalë dhe më anë kufizimet i kishim marramense. Se djemë të ri, sot mas luftës ka e në le, nuk e din që të më thonë marrë me ta rre mësusin, me ta vra krejte, në si thmime për jetu ato kur shkova atje në Zvicër ishka i të nëryshe mirë, po isha shku me një qëllim me punu. I groha punës nuk jam marrë me kërkën, edhe dhe është arë kësmeti për marrë të shpia me fillua për të jetën ku e kom lonë. Qysh e gjete vetën atje, asa është sot të mërë kohë me fillu të më marrë me punë, me aktivitetet cilat ti ke pas në Zvicër? Janë vy një 5-6 vjetë o dashtë për me punu punë qa është ardhë. Qka kom gjetë punë, 2-3 puna i kom majtë, dhe janë se është arë i farë stabiliteti si me konë isët i veti. Po të që puna e bot vetën. Sikur këtu, sikur atje, ku të që të shkojsh nësë. Ka njeri këtu në Kosovë shemull, ose ku të që kovë që është demel, ne i thujem që nuk punën, që ku të kish qef, aj nuk ka me punu. Që është i lem që ashtu ka qef mësë me punu. Po aj punëtorin, edhe njeri në vym, na thujem në katon ngurë thatë me quaj e bovenin. Edhe s'ka qare pa hecë. Kështu që atje, deshti Zoti shkoj punë marr, kem punu shumë familjarisht, edhe sot jetoj mirë. A ke mujtë më marrë edhe antarët e tjerë të familjes me vete atje? Po më nëjë ma vonë më ndej ndërkohë? Vinë ko pas kohë, se fëmija atje në leje rritë, atje kanë kry shkollë, tash më ka arë si mesa si e patë, edhe qika, edhe djali, shoqja tash kthehet, dhe më thonë, pe këtë vetët e mas kthehet. Jetojmë këtu bashkë, po thmija nuk ja u obligoj kërkujna gjithkush e vendos vetë, tash është na jetojmë demokraci, nuk është si këtë në herë, edhe gjithkush kujt i vje kësmeti që ti bën edhe aty në klik si kur mu, se s'ka qarë pa ju bo, se jenë do fazat jetë si një i kalon, dhe i kalon që ato i herë do të mi prit, që që unë me shoqen teme tash e mas jemi i Kosovë. Mi prit, kur vjen të jo fazë edhe thmime. Për gjatë kohës të ke qëndru në Zvicër, sigurisht e ke pas, po sot shpesh të janë kanë ofertat prej familjarëve ose prej meqve këto me thonë apo na merr atje, edhe a ke rrim ju bo vend edhe të tjerëve, apo je munu me gjetë një rrugë që me ju thonë që nuk është bashkë mirë me orë ka? Në fillim, ju kom gjetë vend edhe i kom marë. Kom këtu shi kom marë, ju kom gjetë vend edhe kom pas qef me marë, se përvisha këtu lakmërshin tonë. Jo kerri, jo ki ma shumë pare, jo edhe ishin moshtë, i situata mas lukti shumë e kishe. Edhe kisha qef një mu gjithë kuj. Kur u bon do vjetë, mos që marrë me kërkon, edhe kushëm ka dhe qysh për kalon i kom thot keq. Jo pse ishtë Zvicra keq, që nuk është e vërtet. Zvicra për mu vendi më e mirë në botë, mirë po nuk ishtë vendi jam. Edhe kur disha si së është vendi jam, e na e pritshim 11 mujnë, bërmarë dhe na i të 2 javë atëri, nuk ishtë mirë. Se ti shka djek diçka mrena në shpirt, si shpinë tonë e ka e lën, i e ka shkon një vend huj, i e ka hup kohë, pare ka fiton, i e ka hup kohë jetën tonë. E këto që nuk ja kom bo kërkuj ta mirë, as që marë mu me kërkon, pse dhe të rejnë gjithë kush në Kosovë, dhe të fillojnë bizniset nuk bohen këtu miliarderas milioner, edhe bohen, po jo krejt, mirë po, të punojnë vend vetë, sot do bo për shembull do kon një kinç 80 euro, sot do bo 250 euro. Pse s'ka perspektivë? Po një kilë bërënica si i falë natyra në bjeshk, 5 euro dhe 9 euro, dhe lim lidhe, ki pa pare. Dhe më thonë, ki mundësi me jetu mirë. Jo me konë maj madhi,
Mirë po me jetu me familje tonë, ku qosh me ngjes me pi kafe me familje tonë dhe me konë vend tonë. Ndoshta kjo ka një vlerë që me pas milionat nuk mundesh me e ble. Jo, i vjen lindja është e shejt. As i sa një shejt nuk blehet, as nuk shitet. Mirë po, janë do fazat rinis, si mendojnë, se çdo i ri ka ondra. Ondrat e tyne mendojnë që nuk realizohen në Kosovë, po nuk është e vërtet. Nashta në Gërbet realizohen pak më shpejt, kur kthehen këtu ose kthehen invalid, ose kthehen smut, ose kthehen në Sanak. I këtyne trija njona i ndodh. Kështu që më mirë sa ka shkruar Zoti me nga të nonse, nga të babse, nga të kujshise, nga të shtëpisë tonë më pari. Sigurisht që po. Tash ka vendosur përfundimisht me vazhdu me funksionu veç në Kosovë, me jetu sigurisht televiz ndërkohë, po vend qëndrim e pas Kosovë. Po. Tash sa ka shkruar Ilmi Zot që na ka dhënë më mërdhnuë, që të shtëpia, çdo pasuni këtu e mbjeshk, si e ke pa edhe tjetër që është. E kom vendosur për me jetu këtu. Na herë shkoj shoh se tash një pa e mesa duhet me shku ka i herë, po va shumë shkurt. Edhe atje shtëpia janë pasunia, edhe atje duhet me moment, po të tek shyrë tash. Ja kom lodh fëmijëve. Unë me shoqet e me po, kem vendosur me jetu në Kosovë. Çu është fritën rrethë? Shumë mirë. Edhe pse ti ke përgatit pak ashtu ndërkohë torë si shpesh të net pak më gjatë në Kosovë, po tash kur ka vendosur komplet. Përbes deshani janë njerëz dashtën për të vetin edhe për të huajin. Janë mik prica, mirë po e kena një rrethun ndeshane në katune si pak kundëgjon. Çdo problem që e ki, çdo hall që e ki gjithë nga të vetit. Nuk është nga ajo hierarkia ose xhelozia, unë jam më i mirë, njihna mirë, ku të që të shkoj në për lokale ose në ndeshane ose me pi kafe me shoqënie domethënë jemi krejt njësoj. Kënaqem. Unë falenderoj shumë që ndaj të ku për neve dhe që nuk hezitovëm në rrëfy këtë të histori tjetës për gjatë viteve. Faleminderit juve, ju shkof puna marë, je mirë se ardhën gjithmonë. Kështë arë kënaqësi t'jem në konokun tënë edhe në deçanë në përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit. Ditënera.